Shije autentike, tradita të rralla dhe histori që frymëzojnë. Këtë javë në emisionin Pushë Shqiptarçe ju ftojmë në një udhëtim të veçantë në veri të Shqipërisë. Në Bog do të zbulojmë sekretin e Tamë Lebor, një traditë e hershme e barinjve të Alpeve që ruhet edhe sot me dashuri dhe krenari. Është origjinale Rita kjo? Kjo është origjinale dhe është marrë direkt nga maja e Alpeve shqiptare. Më pas do të promovojmë akullore me drethen, një shije freskët që sjell aromën e natyrës malore. Do të ndalemi në Hotëri ku Muzeu etnografik i ngritur në shkollën Det Gjon Luli poruan dhe promovon trashëgiminë e pasur të Malësisë. Përshkruan historikun e fshatit Hotëri, krijimit të ri dhe historikun e shkollës Hotëri. Dhe në fund emocione buzëqeshje e këngë pranë liçenit të Shkodrës, ku gratë e suksesshme televizjes Gratë frymojnë vlera shijojnë një shëtitje në Shirok dhe i bashkohen artisteve nga Kosova në një atmosferë të ngrohtë karaokeje. Mos e humbisni, datën 24 qershor 2026, ora 21, në emisionin Pushë Shqiptarçe të TV1 Channel, aty ku tradita, natyra dhe njerëzit e mrekullueshëm bëhen një histori e bukur.